Bëhet fjalë për ligjvënësin demokrat nga New York ku Eliot Engel, i cili shpreh bindjen për vazhdimsinë e këtij angazhimi. Ai tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se sekretarja e shtetit Hillary Clinton, thot ai, e njeh shumë mirë çështjet e Ballkanit, sidomos ato që kanë të bëjnë me shqiptarët. Zoti Engel shton se nuk ka arsye të besojë që politika amerikane nën presidentin Barack Obama do të jetë ndryshme nga ajo që ishte nën ish-presidentin Bill Clinton. Zoti Engel tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të bindin edhe vende të tjera që ta mbështesin Kosovën, si dhe u ndal tek gjendja në Shqipëri në prag të zgjedhjeve të përgjithshme atje. Kolegu Arben Xhiço intervistoi zotin Engel. Congressman Engel, you just came back from a... Zoti Engel, ju sapo jeni kthyer nga një udhëtim në Shqipëri, një vend që sapo është pranuar në NATO. Cilat janë përshtypjet e këtij udhëtimi? Well, it was very exciting for me to be in Albania and to... Ishte diçka shumë e gëzueshme për mua që shkova në Shqipëri dhe pash se si kishte ndryshuar vendi. Kjo ishte vizita ime e parë që nga pranimi në NATO dhe mendoj se të gjithë ishin shumë të gëzuar që u bën pjesë e NATO-s. Shqiptarët janë shumë pro-amerikanë dhe kudo që shkova më pritën mirë. Vendi po ecën përpara dhe natyrisht duam ta shikojmë Shqipërinë të bëhet pjesë edhe e Bashkimit Evropian dhe kjo është e pashmangshme. So far elections in Albania, Shqipëria nuk ka pasur asnjëherë zgjedhje në përputhje me standardet ndërkombëtare. Nga ato që pat, a mendoni se këtë herë Shqipëria do të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të drejta, ashtu siç pritet nga një vend antar i NATO-s? A keni ndonjë shqetësim për to? No, I think that Albania... Jo, mendoj se Shqipëria do të ketë zgjedhje të lira dhe të drejta. Shqetësimi im i vetëm për zgjedhjet është çështja e kartave të identitetit. Me sa duket ka shumë njerëz që ende nuk e kanë marrë kartën. Pata nderin të flisja në parlamentin e Shqipërisë dhe thash se ka shumë rëndësi që çdo person i cili dëshiron të votojë, duhet lejohet të votojë. Prandaj partitë e ndryshme duhet të inkurajojnë njerëzit e tyre që të aplikojnë për kartat. During your trip you visited the road construction. Gjatë udhëtimit tuaj ju vizituat të rrugën Durrës-Kukës, por nuk shkuat në Kosovë. Cili ishte synimi i vizitës suaj? Well, you know, what generally happens is that if I come... Zakonisht kur shkoj në Ballkan për 4-5 ditë dhe shkoj sa në Kosovë, në Shqipëri, Maltëzi apo Maqedoni, më takon të qëndroj vetëm 1 ose 2 ditë në një vend, për shembull vetëm në Tiranë për të bërë takime. Unë desha të shkoj edhe jashtë Tiranës. U gëzova shumë për rrugën e cila ka potencialin të kthehet në një përfitim të madh ekonomik për Shqipërinë dhe për të hapur Ballkanin, sepse do të vinë njerëzit nga Kosova. Në fundit, ajo do të lidhë të gjitha vendet e Ballkanit. Zoti Engel, ju keni qenë përkrahës i hershëm i çështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan. Sot kur Kosova është e pavarur, ku do e përqendroni vëmendjen për sa përket çështjeve shqiptare? Well, of course, we want United States aid to Kosovo and Albania to continue. I'd like to see more and more aid. We want... Natyrisht ne dëshirojmë që ndihma e Shteteve të Bashkuara për Kosovën dhe Shqipërinë të vazhdojë. Unë dëshiroj që Shtetet e Bashkuara të mbështesin jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por edhe që të bindim vendet e tjera ta njohin Kosovën. Unë kam folur me shumë kryeministra, ministra të jashtëm dhe president apo ambasador, të cilëve u kam bërë thirrje që vendet e tyre ta njohin Kosovën. Pra, kjo është një çështje me të cilën do të merremi. Shqipëria është tani antare e NATO-s dhe shpresojmë të bëhet edhe antare e Bashkimit Evropian dhe është e nevojshme që ta përqendrojmë edhe këtu vëmendjen. Më vonë besoj se edhe Kosova do të bëhet antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kemi gjithashtu çështje ekonomike sepse në Kosovë ka papunësi të lartë. Natyrisht është edhe gjendja e tanishme e pushtimit serb të Mitrovicës Veriore, të Trepçës dhe të zonave në veri. Kjo është një ndarje de facto e Kosovës, për mua është e papranueshme. Ne duhet ngulim këmbë që Kosova të mbetet e paprekur dhe e pandar dhe që qeveria qendrore në Prishtinë të jetë në kontroll të gjithë Kosovës. Not just the areas where Albanians are. It's been a year now since Kosovo declared independence. Kosova është një shtet i ri që ende po përpiqet të sigurojë njohjen ndërkombëtare. Një vit pas pavarësisë, cilat janë mendimet tuaja për zhvillimet në Kosovë? A mendoni se po krijohen baza të shëndosha për të ardhmen, apo problemet që po shihen tani si korrupsioni, krimi i organizuar apo trafiqet do të kthehen në shqetësime serioze në të ardhmen? Turning into big concerns in the future. Well, corruption, organized crime and street crime have always, been a problem. Korrupsioni, krimi organizuar apo krimi i rrugës gjithnjë kanë qenë problem, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Mendoj se në Shqipëri janë bërë hapa të mëdha përpara që vendi të jetë më i sigurt për sa i përket krimit të rrugës. Qeveria ka vazhduar ta luftojë korrupsionin, i cili asnjëherë nuk mungon. Edhe në Kosovë korrupsioni është problem i vazhdueshëm. Por mendoj se qeveria në Kosovë po përpiqet ta luftojë ato me sa mundet.
Pikërisht këtu është e nevojshme që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të monitorojnë dhe të ndihmojnë qeverinë e Kosovës. Në Kosovë kemi patur praninë e OKB-s, tani kemi praninë e BE-s. Mendoj se kjo mund t'i hap rrugën Kosovës për të bërë antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian shumë më shpejt se sa mund të mendojnë njerëzit. The European Union much quicker than anybody would have thought. Do you think the Balkans? A mendoni se Ballkani ka kapërcyer vështirësitë dhe nuk ka më nevojë për vëmendje të madhe nga Shtetet e Bashkuara? Cili është mendimi juaj për punën që po bën administrata e tanishme për këtë rajon? I think the new administration is just kind of getting its sea legs. You know, it's just getting. Mendoj se administrata e re sapo ka filluar të pozicionohet dhe nuk e ka përqendruar shumë vëmendjen tek Ballkani, sepse presidenti po merret më tepër me ekonominë, që është një problem i brendshëm shumë serioz. Ky ka qenë edhe shqetësimi i tij i parë, së bashku me çështjen e energjisë, kujdesit shëndetësor dhe arsimit. Mendoj se këto janë përparësitë e tij kryesore. Sekretaria e Shtetit Hillary Clinton ishte senatore e shtetit tim New Yorkut, i njeh shumë mirë çështjet e Ballkanit, sidomos çështjet e shqiptarëve. Ajo e njeh mirë diasporën shqiptare në Amerikë, ka marrëdhënie veçanërisht të ngushta me komunitetin shqiptar të New Yorkut. Nuk kam arsye të besoj që politika amerikane nën Barack Obamën do të jetë ndryshme nga ajo që ishte nën Bill Clintonin. Ajo që i dallon shqiptarët është se me gjithë gënjeshtrat që dëgjonin çdo ditë për Amerikën gjatë 50 vjetëve të regjimit shtypës komunist, ata kur nuk i besuan ato. Ata gjithnjë dinin se amerikanët ishin miq të shqiptarëve. Kur presidenti Bush shkoi në Shqipëri, ai ishte shumë jo popullor në çdo vend tjetër, duke përfshirë Amerikën. Por në Shqipëri ai u prit si hero sepse ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ende ka probleme në Maqedoni dhe në Maltëzi. Në Maltëzi vazhdon gjyqi i shqiptarëve. Personalisht mendoj se këta njerëz duhet të lirohen. Për sa i përket Maqedonisë, kohët e fundit presidenti Sejdiu nuk u ftua të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit Maqedonas, meqense atje do të ishte presidenti serb Tadić. Nëse kjo është e vërtet, do të ishte diçka e turpshme dhe skandaloze, sepse Maqedonia e ka njohur Kosovën. Macedonia has recognized Kosovo. Congressman, thank you very much. Thank you. It's always an honor.